Familja Sala nga fshati Dushi i Fushbullqizës po përballet me probleme të mëdha ekonomike. Familja 6 anëtarëshe jeton vetëm me pensionin e djalit 17 vjeçar, i cili është me aftësi ndryshe. Me 24.000 lekë të reja të ardhura të vetme që ka kjo familje, duhet të përballojë shpenzimet mujore. Kryefamiljari Shkëlzen Sala thotë se ndhallet e familjes së tij nuk kanë të sosur, ku veç djalit i cili ka lindur i sëmur, bashkëshortja që kujdeset për të ka kaluar 4 operacione, ndërsa kohët e fundit edhe vetë ai është i paaft për punë për shkak të dëmtimit të këmbës. Ndërkohë edhe djali i vogël ka nevojë të marrë shërbim mjekësor për shkak të problemeve që ka. Dhe nodhem i paaft dhe çuni, edhe vetë edhe nusin e kam me 4 operime. Edhe në një fjallë vendi shumë është 4.000 me 56.000 lekë asistent ndihmë ekonomike. Nuk morim asë gjanë tjetër, kur me fortat mija sa në Itali, ka 3-4 vjetë, 5 vjetë, ka si mjetë. Marë pas si mjetë ndodhe një rast që vrava në kamë, kërkova njëm nga shteti, edhe njëm s'po gjenë, kurse qoni me gjithë nusë, me gjithë kujdesari, që e kam invalid, ka 17 vjetë si mjetë, edhe merë 220.000, 225.000 lekë nuk merë ma nga qeveria. Me gjithë kujdesari, me gjithë nuse 220.000 pra, total. Edhe jam i paaft dhe vetë, edhe ke qunë në vogli, kam pak me probleme ki i vogli. Edhe nuk jam i mundshur me qunë Tiranë që më duhet i kërkova, për punë e djalit i kërkova një njim kësaj kryetarës bashkisë. Edhe tha na nuk japim lek do të ta me t'jimu, tha qëta së ti, tha ke nevoj, tha me ta qut djalin, tha spital Bullqizus, tha ta qëm, tha. Mes dhimbjes që ka pushtuar të gjithë familjen e tij, Shkëlzeni kërkon ndihmë nga kushdo, duke nisur nga institucionet shtetërore deri tek organizatat jo fitimprurëse apo biznesmenët. Kurse ndihmat, i vin ndihmat që i sjell shteti, vin një ke plusi, edhe ki bashki i komunës tonë, thot hikun ka marru njëmat, mrena për 2 minuta, sa shko djali i 4 që nuk e kam të smun, shko atje, thot kanë hik njëmat, nuk ka njëma ma. Djali tim nuk i sjellin asë gjanë. Unë jam i pa aftë kur kun tani, s'ka ka një muaj gjysë, se kom prej kamën, i kom hek 2 gishta kame. Dhe thurë se nuk mi hosh qeveria, po qeveria vje kur kanë, halën e vetë kur vje, mëse i thoni lavi vesa, ke bidhën me jep një vot, na jetë japim 50.000 lek, tapim 20.000 lek, nuk jetot ashtu. Unë e kam po që ke dhomë vjetë, e kam po më ka po sa vatu vaj për hatër, edhe materialet me zikë se i kam bje, me futh mitë mene, janë shatot i manash, janë shkatru gjithë. Nga shteti kërkojt që të mërë quni drejtën e vetë që i ta konë, drejtën e vetë nuk du as një lek, edhe 500 lek vjetra nuk i du ma tepër, se janë kembet e janë smunit në Itali, morën ka 1.000 euro. Vesh për sa një smun, pa kujdestari, kurse këta thonë, ma bjetë gjallin këto, se të t'hekim në nusër. Unë të pajtoj makinun edhe të esil gjallin për shkupi, jo se të përbire nesër. E këpta se gjallin e kam shumë problematik. Po për me e që gjallin e tje se më fogon të i gasmo pasagjerë nuk të maj vesh mu. Se me shu gjallin tani me dal, me rrugët. Higen, edhe dënë 3 vetë ta kapin. Par vjetë nga arë policia shtetë ja kanë qëtë qunin. Në unë se desho, në unë e shes shpi, e shes në shpirtin tem, vesh të mapen e njani, shprej se tani të tanim gjallin kam, nuk të hike, nuk të levize. Në shpirtin tem, jetën tem e apë. Nuk e du në ke shpi e këto si kam, i shes gjitha njëti more shteti, vesh të mapen shpresa se gjallë qunin. 400.000 lek i lagjet i do vesh nuse me qundën e s'dalin, muj për muj, edhe e harmi e pime ku hangë të qerit e në 3 tjeri. Plus ujt ato të fishin janë, plus ujt drita ato së një dalin kretë, vesh me shet në vetën teme. Edhe gjakun e trupit tem që gjallë nusën e qunin kam kërku ta shes, por së në kom shit. Kryefamiljari thotë se nuk i ka mbetur gjë tjetër veç se të shes organet për të mbajtur familjen.